Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Dentistët nuk ju thonë këtë sekret, ja si të zbardhni dhëmbët si me magji, përbërësit i keni në shtëpi. Gurzat janë një shtresë e verdhë në dhëmbët tuaj që dëmtojnë buzëqeshjen tuaj. Nëse duam që të kemi një gojë të pastër e cila nuk ka sëmundje, ne duhet të heqim dorë nga vestet e duhanit dhe alkoolit. Përveç kësaj, është e nevojshme të mbajmë një higjenë të mirë orale. Është e zakonshme të shkosh te dentisti për t'i dhënë fund një problemi pasi ata janë ekspert me këtë. Por megjithatë, shumë herë ata nuk guxojnë që t'i tregojnë pacientit të tyre të vërtetën. Përveç kësaj, ka të ngjarë që ata të dinë metoda që ne nuk i njohim dhe nuk do t'i bënim pa ndihmën e tyre. Megjithatë, ka diçka që të gjithë ne mund të bëjmë në shtëpinë tonë për t'i dhënë fund gurzave. Përbërësit që do t'ju duhen janë një lugë gjelle pastë dhëmbësh, 2 lugë peroksid hidrogjeni, 2 lugë sodë buke. Përgatitja: merrni një enë qelçi me një kapak dhe derdhni të gjithë përbërësit. Përziheni mirë duke përdorur një lugë druri derisa ata të bashkohen për të krijuar kremin. Vendoseni masën e përftuar në furçën tuaj të dhëmbëve dhe lajini atë për 5 minuta. Këtë metodë bëjeni 3 herë në javë derisa gurzat të jenë zhdukur. Dhëmbët, si shumë pjesë të tjera të trupit, thonjt, gjuha e të tjerë, mund të jenë gjithashtu tregues të shëndetit. Në mungesë të higjienës orale, bakteret do të gjejnë mjedisin e përshtatshëm për të zhvilluar, dhe kjo mundet që të çojë në zhvillimin e inflamacionit apo infeksionit të mishrave të dhëmbëve. Formimi i pllakëzave nga ushqime dhe bakteret mundet që të veshë dhëmbët me një shtresë me ngjyrë dhe kjo më pas mundet që të çojë në dëmtim të dhëmbëve. Ndërsa mjekët rekomandojnë gjithnjë pastrime profesionale të paktën çdo 6 muaj, ne këtu do t'ju tregojmë disa mënyra natyrale se si ju të trajtoni këtë problem me dhëmbët tuaj. Uthullmolle: ajo që ju duhet të bëni është që të përdorni sadopak uthullmolle. Ajo që ju duhet të bëni është që të lagni furçën tuaj të dhëmbëve në një gotë me uthullmolle të bardhë dhe kështu me të fërkoni dhëmbët. Nuk mund ta bëni më shumë se 1 apo 2 herë në javë sepse aciditeti i uthullës mundet që të dëmtojë smaltin tuaj të dhëmbëve. Sodë buke: përzini pak sodë buke me krip derisa të formohet një pastë. Spërkateni me 2 deri në 3 pika ujë dhe me këtë masë më pas lani dhëmbët tuaj. Rezultatet do t'i shihni brenda 3 javësh. Fruta: lule shtrydhe dhe gjithashtu domatet janë të njohura për fuqitë e tyre zbardhuese. Në qoftë se ju do të fërkoni dhëmbët me një nga këta përbërës, e sigurt që buzëqeshja juaj nuk do të jetë aq e zymtë sa më parë. Ndërkohë, shpëlajini gojën me sodë buke dhe ujë të ngrohtë për një buzëqeshje më të ndritshme. Gjithashtu, këtu do t'ju njohim me recetën me vetëm 2 përbërës e cila do të pastrojë dhëmbët tuaj. Shpenzimet globale në produktet e zbardhjes së dhëmbëve arrin në miliarda dollar në vit. Zverdhja e dhëmbëve është një pasojë e stilit të jetesës, thonë stomatologët. Sipas tyre, duhanpirja, kafeja, çaji janë shkaktarët kryesorë të zverdhjes së dhëmbëve. Ushqime dhe pijet me ngjyrë të errët si vera e kuqe, rrushi, boronica, shega e të tjerë ngjyrosin në dhëmbët sepse përmbajnë substanca të cilat ngjiten me mishrat e dhëmbëve. Sipas të dhënave, zverdhja e dhëmbëve mund të shkaktohet edhe nga sëmundje dhe probleme të ndryshme shëndetësore. Nëse larja e dhëmbëve 2 herë në ditë dhe përkujdesi për to nuk e zgjidh këtë problem, atëherë duhet të merrni në konsiderat këto alternativa.
Si të zbardhni dhëmbët në vetëm 2 minuta. Soda e bukës është një nga përbërësit më të mirë që mund të përdorni për zbardhjen e dhëmbëve. Limonët gjithashtu kanë aftësi zbardhuese dhe pastruese për dhëmbët. Përbërësit janë sodë buke, lëng limoni ose ujë. Përzieni lëngun e freskët të limonit ose ujin me disa lugë çaji me sodë buke. Përzieni të dyja derisa të formohet një pastë e mirëfillt. Fshihni dhëmbët me një letër kuzhine dhe më pas fërkojeni pastën duke përdorur një furçë dhëmbësh. Lëreni pastën në dhëmbë për plot 1 minutë. Nga ana tjetër, shpëlajini me ujë të bollshëm për të shmangur ndonjë problem potencial të aciditetit të mishrave të dhëmbëve. Nëse përdorni ujë në vend të lëngut të limonit, pastën mund ta mbani për deri në 3 minuta. Kjo pastë duhet përdorur 1 ose 2 herë në javë. Përveç aplikimit të pastës zbardhuese, sigurohuni që t'i lani dhëmbët tuaj 2 herë në ditë. Ne gjithashtu ju këshillojmë që të shmangni duhanin, kafen dhe pijet e gazuara gjithashtu për të mbrojtur dhëmbët tuaj nga zverdhja. Nëse këto pije janë të preferuara tuaja, mund të përdorni një pipë në mënyrë që të kufizoni kontaktin tuaj me dhëmbët. Gjithashtu mund të përdorni recetën me sodë buke dhe peroksid hidrogjeni. Një tjetër recetë e përbërë po ashtu nga soda e bukës është edhe përzierja e saj me peroksid hidrogjeni, i cili gjithashtu vepron si një agent antibakterial duke eliminuar bakteret që ju keni në gojë. Përzieni sasi të vogla të dy përbërësve për të krijuar një pastë homogjene dhe gjithashtu sigurohuni që të bëni një shpëlarje të mirë. Sodë buke dhe dredhëza. Yjet e Hollywoodit kanë treguar publikisht që dredhëzat janë miku i tyre më i mirë sa herë që u duhet të zbardhin dhëmbët. Mos u tregoni skeptik për shkak të ngjyrës së tyre të kuqe dhe të mendoni se i bëjnë më shumë dëm ngjyrës së dhëmbëve. Dredhëzat janë të pasura me vitaminë C, e cila është shumë e mirë për të hequr njollat në sipërfaqet e dhëmbëve. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të përdorni gjysmë luge sodë buke dhe gjithashtu 3 dredhëza të shtypura për të pastruar dhëmbët. Më pas shpëlajini gojën mirë. Vaj i arrës së kokosit. Një metodë e vjetër por tërësisht efektive. Vaji i arrës së kokosit përmban acid laurik, e cila eliminon bakteret që ndodhen në gojën tuaj. Çdo mëngjes përpara se ju të lani dhëmbët, merrni një lugë nga vaji i arrës së kokosit dhe shpëlajini gojën për rreth 10 minuta. Më pas shpëlani mirë gojën dhe lani dhëmbët me pastë dhëmbësh. Sodë buke dhe limon. Soda e bukës përbën një element thelbësor për heqjen e njollave në sipërfaqe dhe për zbardhjen e dhëmbëve. Gjithashtu ndihmon edhe në balancimin e nivelit të pH-it në gojë. Gjithsesi, duhet të dini që soda e bukës duhet të përdoret rrallë herë, sepse sidomos kur e përzieni me limon, ajo ka një efekt më të mirë zbardhës, por gjithashtu duke qenë se rritet niveli i aciditetit, mund të shkaktojë abrazion të dhëmbëve. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato,
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.